Mëngjes, unë anku nona për dhimbje barkut, që kanë lënë gjatë me prit, karnirët i dhimbë ke kryt, pulsi është gabimisht i shkruan, e ka peskat me zot lartë. Qka i ka dhonë, tyra la që tash për vjen edhe me kajt. Para pak ditësh, më saktësisht me datën 23 nëntor të këtij viti, ka ndrruar jetën një 75 vjeçare. Sipas djalit të tashmë të ndjerës Bardhylit, nëna e tij nuk e ka marrë trajtimin e dur në spitalin e shtetit, këtu në komunën e Vushtrës. Sipas Bardhylit, nëna e tij nuk ka vuajtur nga asnjë sëmundje tjetër përpost aritmisë, por kur dhe si e mori trajtimin ajo, ndiqni detajet. Nona i ka pas 75 vjet, do me thonë ajo ka pas qëtë aritmin, një smundje që rrit pulsin, jemi trajtu gjithmonë profesional, shpejt, që ka ndodhi me të nënëmetin, një metit se diazbes. Ura sa keni shku në spitali me të nënëmetin? Prapësisht u konë 27, para ndërimit. E qumë aty, e këshyrën, janë gjithën ato aparatet edhe i dul pulsin 130. Edhe tham jeko pelojna me në kontrol, të këshyrën pak, po zgjati 35 minuta, deri u ndërru ndërimi. Tekniku i ndërimit, kur i shkoj pulsin 145, shkova të tekniku i ndërimit, i thash pulsin 145, i shkoj, për njerë ka shku e ka marrë injekcionin edhe ja ka jep direkt. Ma pas i ra tensioni në sekunda me njerë, pas asaj ja kanë gjitë një infuzion, e kryti ato, ja ka jep një pantroprazol, edhe ato e kryti, po mjekja shatri më kujtohet e amnit, se e kum qysë disa në letër, vendosim i jep edhe një paracetamol, infuzion. Unë, as motra, edhe nona vetë, nuk e kuptoj ke pse, nuk ishte ftofton, s'kishte dhimbje kërkon, s'pe kuptojmë pse ja dha. Pas kësajna i ra tensioni, e lam kontrol, erdhen mjeku, edhe mjekja që interniste zonja Shatri, i morën dokumentat, të rëngenit, që janë ato që që thonë, i këshyrën edhe kam pas një shikim të veçantë. E kam këshyrë njoni tjetërën. Po nonën në lirun edhe e morëm. Shkum si mas mirë të shpia, mëngjes, unë anku nona për dhimbje barkut, e kemi qute mjekja e shtëpis, zonja Rabia. I ka tregu nona me gojt vetë që i kanë lënë gjatë me prit, karnirët i dhimbë ke kryt, mjeka u bepasu me ato, që edhe tha 5 minuta janë gjata për një pacient me aritmi, e jo 35 minuta. Aty ja shruti një medikament, zonja Rabie, pas aty kemi shku, kemi bo një që thënë asa ultraza, që është ajo, të një mjek tjetër të doja, aty doja dyshoj diçka, trubëll, ja bonëm analizat. Në dhe me ja bonë një analizat, ja bonëm, po i dullën mirë krejt. Diçka e veçantë në të brome, kur e kena qushpe, nona i ndryshoj ftyra, ndryshoj dhe qyshja. Na që ditë ke edhe neve, si mu për 3. Mas që ati trajtimi që i këni marrë me të datën 19 në spital? Po, me datën 19 që i këni marrë, edhe ka qenë e lodhë, se di as vetë, familjarët e njojnë ato, jo veç familjarët, po edhe koshia këto, që u konë gjithmonë e gjallë, natë e ka hu fuqinë. A dyshoni që pas medikamenteve që i ka marrë? Unë po dyshoj ajo injekcioni direkt që e ka lodhë, po edhe ajo paracetamoli që ke i pa nevojshëm. Plus pritja 35 minuta, dilën kem me nonën bashkë, një të pa me Mitrovic, ke si mas mirëti. Shkum atje, e krytëm pamën, u këthym, kam ramja, ka 50 diçka,
kemi shku të vëlla, kanë shku, me motrën një shku deri aty, se unë isha deri në dyqan, thash unë veç po shkoj në dyqan, po vi pjo marrë edhe po shkojmë, po kishar motra ma herët. Motra kishar ma herët, e ka marrë një shku ata vetë, do më thonë që unë s'kom qëllu aty, po që më ka thonë vëllau, tjetër edhe motra që she kam përjetu, ka hym lift, kanë kesh, si mas mirë të kreti kanë bo, të dera hymjes, u anë kupe një thjerë këtu edhe i shërëzu. Edhe nona aty ka ndru jetë. Aty ka ndru jetë. Unë po mendoj që e ka pas gjithmonë një trajtim profesional, shumë të shpejt. Se smundja është ashtu që duhet mu trajtu shpejt. Pse u ndodhe ja gjatë? Pse gjati 35 minuta? Zonjës Shatri, për çka ja dhurojnë një paracetamol. Nuk ishte ankesja ftofja apo në dhimbje tjetër, përveç aritmisë. Neve i kom ftyra lo që tash po më vjen edhe me kajt, me nipa, me mesa, na ka bloku. Do me thonë na ka trazu se kemi edhe nipat të vogël e mesa, kjo është s'po di as me përshkru as vetë që bardhimbje na kanë shkaktu. Nona po më thuti që ka pas veç aritmi, po së mundit të tjera, ka anku nona jute? Jo, veç me aritmi edhe do ftofje, do diçka tjera, e kemi qu normal klinikën familjar. Pa, keni shku në spital mu interesu ju, qka ka ndodhë? Jo, nuk këm shku se deshta me jamajt pamën, ashtu që kemi tradit. Dere të kthejnë, se këm pasëm vlaznet për diaspore, motrën, desha me kry krejt në regull, kur e marrë, zgjati krejt e këm marrë raportin me këqyrë, masi u kry në u këthyn ata e mora raportin e këqyra, kur pesha që pulsi është gabimisht i shkruan, nuk ka mujt me shkru gabim, se ja ka përseri tekniku konë dy vena ma anena e i ka piskat me zot lartë, qka i ka dhonë edhe sa e ka pas pulsin. E pse o shkru pulsin 130, kur ka qenë 145. Arsyja pse këta jam të botash, se nesër mundet me shku një motër e jama, mundet me shku një vlla, një teze, një diçka tjetër familjar, po jo edhe familjar, po edhe poplin. Për poplin që trajtohen njerëz ashtu qysh i takon mjekësis. Për atë arsye edhe du me pas një sqarim, me pas atë video, çka ka ndodhë, qysh ka ndodhë,